الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për i falje dhe udhëzime, kërkojmë salavat dhe selamet për shëndetjet më të mira, më të plota mbi pejgamberin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, ne gradualisht po e përcjellim një të tretën e Ramazanit, duke lutur Zotin e Madh që Allahu ta ketë bëj kabul pi neve, e dy të treta të tjera, pra pjesa e mesme dhe pjesa e fundit, duke lutur Zotin e Madh xhelal që Allahu të na jap takat dhe shëndet dhe udhëzim që t'i mbushim me vepra të mira këtë ditë të mëdha të Allahut subhanahu wa taala. Pa ndonjë parathënie do të vazhdojmë me lizën Allahu subhanahu wa taala në rrëfimin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, ku përmendëm se ngjarja ndër më të rëndësishme të Kur'anit, edhe pejgamber ndër më të rëndësishme dhe më me vlerë të Allahu subhanahu wa taala pas Muhamedit alayhi salatu wassalam është Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Allahu xhelal për këtë njerëzimit, për këtë pejgamberëve, veç dy persona i ka quajtur Khalil, pra mik të ngushtë, i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe Ibrahimin alaihi salatu wassalam. Andaj edhe Zoti i Madh xhelle xhelaluhu dhe vetmin pejgamber të cilit ja ka propozuar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që ta marr rrugën e tij është Ibrahimi alaihi salatu wassalam. Do të vazhdojmë kushdo me përcjell me Kur'an në surën Al-An'am, ajeti 74 dhe më andej deri për te ajetit 85. Do të vazhdojmë me izin Allahu subhanahu wa taala ta shohim se çfarë ka bërë Ibrahimi alayhi salatu wassalam me popullin e vet pasi që e përfundoi debatin me babën e vet në shtëpinë e tij. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin wa kadhalika nuri Ibrahima malakuta as-samawati wal ardi wa liyakuna min al-muqinin." Thot Allahu subhanahu wa taala, kur Ibrahimi i tha babës së vet Azerit, apo i merr idhujt për të zota, apo adhuron idhuj dhe puta të vdekur, gur të vdekur, tha Allahu subhanahu wa taala, i tha Ibrahimi alayhi salatu wassalam, o baba jam, pra i tha, po shoh se e ke humb rrugën, nuk je në rrugë të drejtë, je në rrugë të humbur, madje një rrugë të humbur të qartë. Pra nuk dyshon njëri i meqëm se rruga juve është rrugë e humbur. Thotë Allahu xhelle xhelalu, kështu ne i treguam Ibrahimit alayhi salatu wassalam çfarë? Pushtetin e qijeve dhe të tokës. Dhe përmendëm ligjëratën e fundit çfarë është pushteti i qijeve edhe pushteti i tokës, në mënyrë që Ibrahimi të jetë nga njerëzit e bindur dhe të ketë siguri të plotë në Zotin e Madh subhanahu wa taala. Tani të ndëruar xhamat, do të vazhdojmë me pjesën e mbetur të surës Al-An'am, ku Ibrahimi alayhi salatu wassalam pasi përfundon me babën e vet, edhe pasi e shet që nuk ka rezultat ky debat dhe ky dialog me prindin e vet, atëherë kalon tek populli, që ndoshta me shpresë dikush prej tyre do të udhëzohet në rrugën e Zotit xhelle xhelalu. Tham se populli i Ibrahimit, pra populli i Irakut në Babilon, në Mesopotami, çfarë kanë bë? Kanë adhuru idhuj, yje, hanën, diellin, dhe kanë pas besime laraman të ndryshme. Pra dikush prej tyre i ka ra idhujve në tokë, dikush prej tyre e ka formue idhullin në formë të yllit, dhe ka thanë, unë adhuroj këtu, qëllim është për qëllim ylli nalt. Dikush e ka fotografu hanën, ose i ka ra drejt për drejt sejdë, ose e ka fotografu në idhull. Dikush e ka bo diellin drejt për drejt adhurim, ose e ka gdhen në guri. Dhe disa prej tyre i kanë adhuruar e gjinët, dhe disa prej tyre kanë adhuruar Nemrudin. Dhe këtë të kjo, pse kjo laramani e shirkut, për shkak se te iblisi nuk ka më rëndësi sa zota të ndryshëm mund të krijohen. Më rëndësi është jesh në shërbimin e tina. Andaj çka i tha Ibrahimi alayhi salatu wassalam babës vet, lima ta'budu shejtan, pse po adhuroni shejtanin, megjithse ai përmendi shumë adhurime
të shirkut, mirë po këtë kthehen tek shejtani. Andaj lufta është mes shejtanit dhe bijve të Ademit. Andaj nuk e ka problem shejtani, çfarë do lloj vizatimi që e ban, me rëndësi mos të adhurosh Allahun subhanahu wa taala, ajo është qëllimi i shejtanit. Tani Ibrahimi alayhis salam niset për të debatuar me çkan, për secilin prej tyre ran me ran. Mirë po, thamë se në ligjëratën e kaluar se mënyra se si ka fol Ibrahimi alayhis salam në dialogun e parë lën të kuptohet diçka të paqartë, të cilën do ta shpjegojmë edhe sot me lejen Allahu te bareke ve teala. Kush është duke përcjellë me Kur'an ajeti i 76 në Kur'an, thot Allahu xhelle xhelalu: "Falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin." Thot Allahu subhanahu wa taala kur erdhi nata. Dhe këtu e ka përmend Allahu subhanahu wa taala kur erdhi nata për Ibrahimin alayhi salatu wassalam, që argumenton çfarë? Se Ibrahimi e ka prit momentin, e ka prit vaktin. Nuk ka thënë ardh për ta, sepse qëllim është kush? Rrëfimi Ibrahimit. Ata çfarë tha Zoti i Madh te bareke ve teala? Thot kur erdh nata për Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Pse për Ibrahimin alayhi salatu wassalam? Nga se Ibrahimi alayhi salatu wassalam ishte ai i cili po e priste natën që të diskuton me kan, me paganët e kohës së vet. Çfarë tha? Thot Allahu xhelle xhelalu: "Falamma janna alayhi al-layl." Erdh nata dhe u mbulu gjithçka. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Ra'a kawkaban." E pa një yll. Dhe ata kanë adhuru shumë yje, por këtu thot një yll, njërin prej yjeve. E ka zgjedh Ibrahim alayhi salatu wassalam. Qala hadha rabbi. Dhe ka thënë, ky është Zoti im. Ky është Zoti im. Mirë po mbanë mend të ndërum xhamatë, përmendur ligjëratën e fundit. Ibrahim alayhis salam është duke polemizu, nuk është duke fol për veti. Do të shohim sot edhe disa prej argumenteve të ulemave të muslimanëve se si ata kanë thënë nuk duhet dikush ta ketë shkupton këtë varg të ajeteve duke menduar se Ibrahim alayhis salam po e lip Zotin. Hasha wa kella. Nga se para prakisht ka thë Allahu xhelle xhelalu kur i tha babës vet pse adhuron idhuj. Ai i cili thot babës vet pse adhuron idhuj, si mund minjar mas asaj me thon, ama çiki kana Zoti jam. Jo, por është për qëllim ironia dhe do ta shohim cila është urtësia e kësajna. Pse ka thënë kështu? Thot Allahu subhanahu wa taala, qala rabbi, qala hadha rabbi. Ka thënë kjo është Zoti im. Kjo është Zoti im. Falamma afala qala la uhibbu al-afilin. Kur është përëndu, kur është shujt, kur është fik, kur ka kalu illi, çfarë ka thënë? Unë nuk i dua ata çka përëndojnë. Unë nuk i dua ata çka përëndojnë. E para të ndëruar xhamat që mësojmë nga kjo cila është se Ibrahim alayhis salam e ka dash drejtësinë shumë. Dhe nuk ka dash mi hin hak khasmit asnjë sen. Kundërshtarit vet qoftë edhe pse ka qenë pagan dhe jo musliman. Çfarë ka bëu Ibrahim alayhis salam? Ibrahim alayhis salam gjëja e parë që e ka bërë këtu çfarë? Është i thojnë hikayatu qawlil khasm. Ta transmetosh dhe ta komunikosh besimin dhe mendimin e kundërshtarit çashtu qysho. Mos më rrej. Pra Ibrahim alayhis salam çfarë tha? Dul illi dhe tha, "Ky është Zoti im." Pra a thoni ju çështu? Ata asnjëri s'kundërshton pra. Çështu thojna. Dhe kjo është një mësim edukativ për këtë neve, që kur ta kish dikan i cili spajtohet me tije, mos rrej për ta. Kallëzo çish ka thënë çashtu. Çish beson çashtu. Jo ti ki qef për shembull hasmi jot, llafot më të shija mi pas thon. Po ai nuk ka çashtu. Andaj na shpesh ndodh kur kemi një kundërshtar dhe kjo ndodh edhe në mesin e muslimanëve, po edhe në mesin musliman jo musliman. Mos flasim për jo musliman. Ajo normal se atje ka prej prapësive sa dush. Mirë po neve na intereson muslimani. Andaj muslimani duhet ta marrë këtë mësim nga Ibrahim alayhis salam. Nëse ki një kundërshtar me të cilin ti spajtohesh, qoftë ideologjikisht, qoftë në shkollën e juridike, qoftë në medhheb, qoftë në mënyrën se si ai e percepton fen dhe se si ti e percepton feja, qoftë se si ai e zbaton ata dhe si e zbaton ti, e kështu me radhë. Ajo që është pjesë morale dhe edukative e muslimanit, cila mos me rrejt për kundërshtarin. Me thonë ai ka do mendime që shtu të qia vesh qitë ti ta nxinshte te ato shokët e tu. Dhe kjo ju ndodh plot për muslimanëve. E marr inati dikan edhe çka thot, po ai shumë i keq po. Ai çka s'thot. Apo ai rren. Kullot të rren. Mirë po me rëndësi çfarë? Që ta nxinje te dashamirët e vet. Dhe kjo të ndërum xhamat ka qenë
traditë e arabëve me pejgamberin alayhis salam. Ka thënë ai prish familjet në mes veti, ai e don babë bir, apo ndërkohë që s'ka qenë ashtu. Muhamedi alayhis salam, Ja'far ibn Talib radhiyallahu anhu, çfarë i tha Nejashiut në Abesini? Tha na thirr me adhuru Zotin, me mbajt fjalën, me qenë besnik dhe me mbajt lidhjet farefisnore, mos me bëj zina, me këshir gratë tona, familjet e tona. Për këtë arsye të ndërum xhamat, gjëja e parë që e kuptojmë nga Ibrahim alayhis salam kur ka thënë hadha rabbi, ky është Zoti im, pra kjo është fjala juve. Kjo nuk ka fjala ime, kjo është fjala juve. Pra a është çështu që më thoni? Pra ka dash me thënë, le ta marrim operacionin matematikor të Juvin, ta këshirmi ku po na del rezultati. Mirë po, pajtohemi një herë në premisa, a thoni çështu ajo? Andaj për shembull Imam Ahmedi rahimahullahu teala çfarë ka thënë? Ka thënë neve nuk na lejohet me ngënjë për hasmin. Neve nuk na lejohet me ngënjë për kundërshtarin. Na për shembull kur themi për krishterët diçka, thojnë çashtu që thojnë ata, jo më u ngjit. Andaj na për shembull kur thojnë krishterët thojnë se besimi i tyre është 3 në 1, 1 në 3. Na nuk rrejna për to. Ata çashtu thojnë ti vetë, ata kush ka thotë? Ti thoja e beson Allahin një, thotë jo. E besoj edhe të birin, edhe të atin, edhe shpirtin e shenjtë. Pra na nuk kena të rrejt për ti kur gjo. O shumë e rëndësishme të ndërum xhamat, sepse edukata dhe morali i mos gënjeshtrës ndaj kundërshtarit te musliman është bë zakon shumë i lehtë. Po be pa që të menim e ka. Njëherë thot, e imagjino thot, ma merr menja e qështu atu menue. Mos anena pas ma janë disa atve, pa edhe menon qështu. Mos anena nën vullë, thot, a i ka menu, edhe mos anena kitë pasoja, dispozitat që ka i ka mbi atë mendim, aja jep atina. Dërkohë që kur të folesh me ata, thot, punë s'menoj qështu. Andaj nuk du të me gënji as njëherë për kundërshtarin. Thuje qashtu që ishtot, as për jahudit s'ban me gënjie. As për jahudit s'ban me gënjie. Qashtu që ishtojnë, qashtu thojnë. Nuk ban me thonë na, ato e kanë qëtë mendim a i se ka. Sepse dalmi që sharak, sa i më fundë thot punë se kam këtë mendim. Andaj, kjo në mëson nga Ibrahimi a.s. që gjëja e parë që e ka bo Ibrahimi a.s. është farë e ka transmituar fjallën e popullit vetë, jo musliman, pagan, qashtu që isha, kale hadha rabbi, tha kjo është zoti im, qështu thuni ju, qështu thuni ju. A keni do një kundërshtim deri këtu? Jo. Apo, andaj për shembull, gjikaci, kur gjikon mes dy vetave, çfarë ka obligim? Me ngu di palët që përlahen në mes veti. Palën e parë edhe palën e dytë. Edhe në fund, masi të ngojë të ditë, çka i thot? Thot ti thave qështu. A jemi në rregull? Ja citon. Apo, andaj kjo quhet proces verbal në këto gjikatat e reja. Njani e përcjell, edhe shkruan këtë çka ka thënë si cili person. Pse? Që mos thojë dikush, po thash kështu. Nuk thash kështu. Andaj gjykatësi e ka për obligim me ja citu çashtu që ka thënë ai. Edhe palës tjetër thotë, ti a thave qështu, po. A jam të gënjë diçka për juve? Jo. Atëherë pe e gjikojmë meselën në këtë formë dhe këtë formë. Për këtë arsye të nderuar xhamat, me Ibrahimin alayhis salam, gjëja e parë që e mësojmë është drejtësia me kundërshtarin. Shumë prej muslimanëve nuk janë të drejtë me kundërshtarët e vet. Dhe kjo ju ndodh plot prej muslimanëve të cilat diskutojnë me kundërshtarët e tyre. Pastaj çfarë ka thënë? Qale hadha rabbi. Ky është Zoti im. Dhe këta do ta diskutojnë, ai diskutojnë në ligjëratën e kaluar, po diskutojnë me disa prej argumenteve se Ibrahim alayhis salam s'ka besuar nill. As ka besuar në han, as ka besuar në diell, por ka qenë monir polemizuese. Apo monir polemizuese. Pse i ka thënë këtë fjalë? Pse i ka thënë këtë fjalë? E para të nderuar xhamat se ka shkuar vet. Një njeri kundër një shteti, një njeri kundër një perandorie. Sikur ai të kish shku drejt për drejt me thonë, kjo është shirk. Çka kish bë? Kjo është shirk, del problem. Çfarë ka bë? Qale hadha rabb. Pa hajt po shkojmë një herë, çashtu që po thoni ju. Ta këshirmi në fund që po del rezultati, që rezultatin ta shprehni ju, jo unë ta shpreh. Po këtë arsye të nderuam xhamat, shiko, Ibrahim alayhis salam, sikur të kish shku kish thonë, kjo është shirk. Kjo është shirk, ajo shirk ka qenë. Sepse me adhuru yllin, o shirk. Mirë po Ibrahimi nuk e tha. Çka tha? E tha fjalën sikur me thon pagani. Kjo tha, kjo është Zoti im. A është Zoti ti? Jo. Pse e tha? Për shkak shkallëzimit, për shkak gradualitetit. Pra hajde kadale të shkojmë deri te meselja. Apo, për shembull të ndërume, kjo i ndodh mjekut, i ndodh për shembull plot për një edukatorit, apo i hin dikujt një vezvese, i hin dikujt një mendim, apo thot çati ani
një gjallë, që aty jo një kafsh. Apo fëmija thu, që aty ka qenë, ti e merë për dore, i thu, hajta shohë nësë ka qeni. Ti di që s'ka qenë ati, ose di që s'ka kafsh, po ti donë me ja hek kitë vezveset atina. Ibrahim a.s. qarta, kale hadha rabbi, tha, që këj zotim, që shtoni ju, apo hajta shofna është zot, apo jo. Kësa i thujnë të derrugj, kësa i thujnë shkall për shkallë, shkall për shkallë. Për këshembull, Allahu subhanahu wa ta'ala, kër e ka ndalu alkoholin të ndëruar xhamat, e ka ndalu në 3 etapa. Sa arabt kanë pi alkohol shumë, kanë pi raki shumë, sikur që na bojnë agibet shumë. Andaj e ki pa, nuk ka kur far efekti kur i thë njëri, o vlla mos ban gibet. Unë e madhe, unë gajt, s'unë me vol pa gibet. Apo, a ki pa, bane e sa, bane një jetë me dalë për qemull në mezhlis, me pi kafe, me pi qaj, edhe me thonë, bidhnillah, me lejnë Allahut, as një gibet kërkujt që baj. Ki me pa, tu fol, se të ven filanin krije, ven alani. Andaj, nuk ka efekt kur i thu dikujt dhe të përdejt. Sepse aq e thellë është ranja e këti mëkati. Andaj, fjala mos ban, s'ka efekt. Arabt kanë pi shumë raki. Thot Aisha radhiyallahu anha, mos me pasvrit ndalesa rakijës kadale kur kush se kish lan. Pse? Shumë fell janë kanë ato. Shumë fell janë kanë. Andaj çish ka zbrit? Njëherë ju ka zbrit, për shembull, ju ka thonë, kjo so punë e mirë, kjo punë e keqe, ka filluar mi përmend disa prej të metave. Pastaj jam kanë ngushtuar rrethin. Çish ja kanë ngushtuar rrethin? Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ya ayyuhalladhina amanu, mos hini, o ju besimtar, mos hini namaz vë entum sukara, duke qenë të dehur. Pas ko namaz, ja u ka ngushtur rrethin. Qysh ju ka thonë Kurani? Ju ashtu e pini rakijën, veç ku tini namaz, para se mu hin namaz, këthjelluni. E tash për shembull, Aisha ka pi raki, që ka ba? Ka thonë për shembull, nëse pi masjacije, du të me bëhe sapin dikun para sabajt me nal. Edhe një dy sahat mi nal për mu këthjell, që ku t'hin namaz me koni i këthjell. Apo, ka fillu mi u ngushtur rrethi. Kur kanë fillu pra, ju ka met pak hapsir, atër ju ka zbit. Kur janë bo gati, ka thonë, fehel entum mund të hun, api ip një fund krejt. Pse, ka shku shkall. Për këtë asyje, edhe Ibrahimi a.s. Se pejgamberi a.s. i ka zbit shëriati ma i mirë po kitë të shëriate para prakishe kanë ardhë, janë kanë qfarë? Janë kanë copa të kitë pejgamber, Muhammed a.s. i ka morë kitë mirat e gjitha shëriateve. Andaj, kale hadha rabbi, të ndërum gjëma, për shembull, që ta kuptojna, me patin i njeri, edhe do mja kalzu, për shembull, njani adhuron vorët, Zotin arrujt për shirkut dhe prej gjërave të liga. Edhe për shembull, do në me e bindaj, edhe ka shku e të vorri, edhe i thot, që kia, a i të luqet apo? A që ki zotë jona? E tash për shembull, një treti që ka thot, a qa të bo kjo, kjo nuk i adhuron vorët? A me e ka ati një person i cili adhuron vorët, edhe atu dash me e bind, atu dash me bind që nuk adhurohet. Edhe i thot, hajta lutna, po kis nika, hajtë thujnë të fole. Pra, nëse kjep man këtë debat, kisa të dash me thanë që jam të lutë, po jam të dash mi kalzu që ti tjetrit, i cili po e lutë se nuk lutët. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shumë prej veprimtarive të veta ka shku në shkallëzim. Çka është shkallëzim të nënë? Shkall, prit. Në jarë mrije që të parë në shkall, apo, a mund është për shembull me shkutin shkollë me thanë, unë e po du më regjistru me njarë klasa 8. Jo, do thonë për shembull sa veti ki 7. Jo, njarë klasa parë. Jo, unë e klasa 8 se unë jam për shembull gjenia i dunjajës. O, ti nkov gjenia i dunjajës, po hin klasa parë në jarë. Se i ki 7 vjet. Apo, shkojmë shkallë, më sa nene. A i ki po do thonë jo në drejtë e fakultet. O s'mune të vëlla. Nuk ka asnjë logjik. Andaj edhe gjendja fetare e njerit, djehin islam, sot kallzon thot, unë me Bubekrin edhe pak keni me pa. Jo vëlla, jo nuk ndodh kjo kurrë. A di pse nuk ndodh? Se Zoti gjëra ka bën ligj. A mundesh për shembull njani atu prit fëmijë. Edhe shkon te doktori Sefti, i kallzon mjeku, thot ginekologi, thot inshallah tu prit fëmijë. Jeni në muajin e parë. Apo, edhe thot çet më shpejt mua. Allah, ç'më ta qit më shpejt valla. Duhet më prit nën muaj. Jo, unë më duhen e vlat mua. Po ti duhen e vlat, po procedurë kjo. Procedurë që Zoti e ka bë normë universale, apo ai mundet me dalë 2-3 javë më herët. Ama unë nuk mundna me ta pjek ti për 3 javë. A pa tjetër është me prit me kalu mujt. Kështu janë shumë prej veprave në dunja të ndërum gjëmat. Ska mundësi mu të i kalue, qëfar? Procedurat. S'mundesh mi hekti procedurat. Du të me shkue shkall. Andaj tha Ibrahimi a.s. Kale hadha rabbi. Tha që kjo zotë jem? Pra që shpo thoni ju? Pastaj ka prit. Felemma efel, dhe vini rejtë të ndërum gjëmat, si e për shumë Kur'ani. Tamam ka hik. Felem me kjo feja, Ibrahimi me zese ka prit. Dhe ato kanë thanë, shujtë se dhe kjo që ja t'i dhanë zërë,
si shirk janë yjet, e hana, e dielli, e idhuj, nduket po do marr kana. Apo nduket se kada apo. Andaj ti e sheh se kur ka ra illi ka thon prit se ka han, prit se ka ata, ani nuk të bin illi ama të bin tjera. Çfarë ka bëu Ibrahim alayhis salam? Falamma afal sakahik illi qala la uhibbu al-afilin. Tha unë nuk I du ata që përëndojnë. Dhe shko, çka tha? Nuk I du ata që përëndojnë. Nuk tha la a'budu al-afilin. Realisht të dosh me thanë, unë nuk I adhuroj ata që përëndojnë. Por Ibrahim a.s. çka tha? Unë nuk I du ata që përëndojnë. Por çfarë arsye? Që mos shkoje drejt për drejt të ndeshet me ta të përplasët, se sikur të kishton nuk I adhuroj ata që ju I adhuroni, I kish dal problem me prit hanën. Andaj çka tha? Thani tha, unë nuk I du, tha. Unë jo diçka, veç po du, pse po hiki. Domthon, I madh koka, I ndriçueshëm koka, po hiki. E një Zot që ik, një Zot që përëndon, një Zot që fikët, çish mund të me kon Zot? Çish mund të me kon dikush kujdestar veç natën, e ditën, pse hiki ai? Andaj çka tha Allahu subhanahu wa taala, qala la uhibbu al-afilin. Tha Ibrahim alayhis salam, jo, tha, ata që përëndojnë unë nuk I dua. Ata që përëndojnë unë nuk I dua. Kjo çka mësojmë për kësaj të ndëruar xhamat, e para është se nëse ti do më thon dikujna diçka e ai nuk është I gatshëm me pranue rezultatin përfundimtar, I shkon pak pi më herët. Apo I thukshëre, për shembull ka njëri për shembull është I zhyt në vepra, apo thu, të shembull ti kazinon e di që haram, zinaja di që haram, rakia di që haram, dikush I zhyt mrejna në ta, ti ki për shembull punë Allah zhveresh me ta, edhe don më I kallzu që unë a do më thonë, jo harama për mua kjo. E tash për shembull hin debatet fella, jo haram, jo s'ka haram, I do unë s'du me lut kazino. Unë s'e kam merak. Kjo si kam merak, ose se duhe kazinon. A I bje se ty vesh për qefin tanë s'pe do? Jo, ti në besim e ki që haramo, po kisë se kuptona gjuhën haramo hadallo. Andaj Ibrahim e sëram qka tha? La uhibbul afilin. A hiki kja? A hiki ilja? Tha unë si dua ata shka hikin. A realisht që do është me thanë shëriatikisht? Mirë po këtu është në gradualitet. A do është me thanë nuk I adhuroj ata shka hikin? Do të thojë në fund, ama do me prit procedurën. Pastaj çfarë tha? Falamma ra'a al-qamar. Pastaj e pa hanën në një natë tjetër. Tha, ai takshirmi një tjetër, më të madh se cilin e keni Zot më të madh. Tha falamma ra'a al-qamara bazighan. Kur e pa hanën, hana është krijesë e Zotit. Allahu subhanahu wa taala ka bërë shenjë të adhurimeve. Wa yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Thot Allahu subhanahu wa taala të pyesin ti për hanën, pse del e vogël edhe rritet pastaj kthehet prapë e vogël. Tha Allahu subhanahu wa taala, ajo është për kohët e adhurimeve dhe haxhin. Fillon Ramazanin me han, edhe mbaron me han. Zoti i Madh te bareke ve taala ka bëu muj 29 ditë apo 30 ditë. Kështu Allahu subhanahu wa taala e ka bëu. Andaj duhet I përmbahemi çasoj çka ka thënë Zoti i Madh xhelle xhelalu. Këta e kanë adhuru. Ka thonë kjo është Zot. Dhe si cilit Zot ja ka ndonë ka një detyrë, si pas atyre. Njani për shi, njani për me qufmi, njani për shëndet, njani për mbarsi, njani për deti, e kështu më radhë. Andaj ka ndonë hana. Hana është një kujdestar I natës, si pas atyre. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, tha Ibrahim a.s. Falamma ra'a al-qamara bazighan. E pa hanën bazigh, qartë. E ka prit kur është 15, pranë midis mujt, kur është ma e plota, që më stojnë ato për shembull, kadar se shtash pak u zvogluhe. Se te ato s'është problem, Zoti pak zvoglohet e rritet, ato sa problem. Andaj te sheh për shembull e kanë një put, e kanë një syret, e bojnë një kopje të madhe, pastaj një kopje të vogël, pastaj sikur faraoni që u ka çu kitën për shtëpia. Apo te shtëpia, te tavolina atje, e le. Kjo është për shkak se I rritin ato putat e tyre. Pastaj çfarë ka thënë? Falamma ra'a al-qamara bazighan. Pse bazighan? Ka thonë, kura ma I madhi, ka thonë gjimës të mujt. Gjimës të mujt, shkojmë që ati ku të pëtoni. Gjimës të mujt, edhe ka dale plot. Hana e plot, rreth I plot. Edhe normale ka pritë se Iraku që ka thamë 84 gradë Celsius në verë. Vape madhe. Do më thonë, për shkak shkretirave të ndryshme, për shkak hapsirës, apo, andaj për shimu luftën kër e ka bo për nga mërë sëlam në Bedër. Pse o qujtë Bedër, se te qaj veni, ku o Bedri, ku shakon haqë numre edin, ta I veni, hana shifët, sikur që te po që këtë luster. Gati thu, e preka. Qash qarë që shifët. Andaj është Bedër, se është pa hana e plot. Edhe Ibrahim a.s. ka thonë, hajtë ta shomim ma I madhë kërë badhë. Edhe, qëfar ka thonë?
Kale hadha rabbi. Ajta shomi që kja zoti jem. Kjo zoti jem. Dhe kjo të në rumë gjëmatë, të cekim se shumë për njëzve kanë këtë shkuptu këtë mesele. Dhe kanë mendu se Ibrahim a.s. Ato thonë për një me kjo zoti jem. A një Ibrahim a.s. nuk ka thonë për një me zoti jem, po ka thonë, i thënë iftiradën, hajtë po folë me qish po thuti. Që ki ka na zoti jem? Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, falemma e fel, e kur iki e hana hik, to afru sabahi, hana shkon, to afru dita, hana ik. Thotë Allahu gjele gjelalu, kale, tash e ndroj pak muhabetin. Tash kire, ja ka ndru muhabet, se ata jura ili, tash janë, që shdojnë ana, një zara për Ibrahim a.s. Iki, një zoti juve iki. Ata shfar ka thanë, kur ka ik ana, tash ka thanë, kale le in lem jehdini, rabbi le ekunenne minel qaumi dhallin. Ka thanë, me bo, mës me më udhzu, zoti jem, ka më kanë prej popullit të devjuar. Qishu dash mi u thanë, qishu kish mi thanë na, ikish mi thanë, bol në dalalet madhë kokshi, edhe kju iki. S'ka thonë qështu. Qa ka thonë? Ka thonë nëse së më zonë muë, për veti ka folë. Aja të dash me folë për ta. Apo? Ka thonë mës me mudzu zotin rrugën e drejt, edhe unë e bana pi popullit devijur. Qa ka dash me thonë? Pra nëse s'ju zonë zoti juve, kini me vazhdu në dalalet, po ka folë për veti që mës t'i thojnë, që ishbe na devijuma, jo t'i folë për veti. Andaj ka folë për veti. Mirë pa ata e kanë morë vesh. Ata e kanë morë vesh. Sikur për shembull ti i thu një raki gjijës, i thu valla me pi unë raki shumë, po na pijan. Ai rrotu ka po. E ti çka thu? Apo ki çka thash tash? Kia tu dash me të thonë se ti që i tu pi tu po pijan. Ama unë s'po tham ti e pi thon vetë, pi thon, me po me pi unë si ka rakia, unë po na pijan. Çka i ka thënë Ibrahim alayhis salam? Mos me mudzu Zoti e hubi udhën. Allah na uzot të gjithë ja rabbul alamin. Në rrugën që është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala, jo na ata që muna na me menduse, është rruga e Zotit te bareke ve taala. Pastaj çfarë i tha? Tha falamma raa ash-shamsa. Tash jura edhe hana. Jura edhe hana. Sepse hana të ndëruar xhamat është më një herë, domethënë prej planeteve më të bukura edhe më të pashme pas diellit. Apo në aspektin e ndryqimit, në aspektin nuk e ka fuqinë e diellit. Edhe jura edhe hana. Andaj këtu e futi edhe një element tjetër, çfarë tha? Pra Allahu mu zoft, se mos me muzu Allahu unë shkova. A këta ka dash me agjujt popullit vet. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala, falamma ra'a ash-shams. Tash ka ardhur te më i madhi. Falamma ra'a ash-shamsa bazighatan. E ka prit midis ditës. Apo mos thonë kada se s'ka dalë loket. Dalë Zoti komplet i atinve. Ka thonë falamma ra'a ash-shamsa bazighatan. Ka dalë komplet, ka thonë dalë deri midis ditës, në rregull midis dritës, midis dreke. Thot Allahu subhanahu wa taala, qala hadha rabbi. Tha Ibrahim a.s. Ky është Zotim. Ky është Zotim. Hadha akbar. Ka thonë që ki kana maj madhe, s'kini matë madhe. Dhe thonë që ki kana maj madhe, Zotë qka ju pe adhëroqi. I jetë shkun, hana shkoj. Ta shta shumë i dilin. Dhe kjetë ndërum gjëmat, kjetë të bo sabër Ibrahim a.s. me një popull pagan. Para mëna du të me prit natën, du të me prit illin, kitë kënë sahat. Dhe pasaj dytë tjetër me prit misin e mujt për dalë hana e plot. Kitë njëni thot, unë s'kam sabër. S'ki sabër se si për nga mberë. A dhe nësë s'kena sabër të ndërum gjëmat. Nëse Allahu subhanahu wa taala thot kështu tije, rri gati që ti njerit 20 vjet, më fund ka më udhëzue. Çka thojnë ana? Por disa ata s'në udhëzohet tha. Po jo valla, por disa s'në udhëzohet. Duhet me prit 20 vet. Ka di kanë duhet me prit 20 vet. Di kanë duhet me prit 30 vet. Di kanë duhet me prit 50 vet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka prit Khalid ibn Walidin sa vjet? Ali sa vjet e ka prit Khalid ibn Walidin? 20 vjet e ka prit. 20 vjet Khalid ibn Walidi ja kanë kafir. Tu kanë pejgamberi sa gjallë. Mas 20 vjetëve, qëfar? Ja ka quni selam. Apo mas i kanë ra shumë prej popujve dhe kabileve të arabëve, ja ka quni selam Khalid ibn Walid radiallahu an. Edhe i ka thonë, a qifti Khalidit shumë ka vanue. A na 20 minuta me vret. Ku jo valla? Këshire pak sa hatin. Hajde mo 20 vjetë e ka prit pejgamberi selam Khalid ibn Walidin. Edhe në funi ka thonë, nuk ban qifti Khalid mu vanu që ka shumë, mu të ja vanue. Dhe pasaj akon gati muaj, këtë elementit janë plëcue. Edhe ka arte pejgamberi alayhi salatu wassalam. A i tha je vanu shumë? Jo. Po tha, kur ardhë me Amr ibn al-Asin radiyallahu an, Amr ibn al-Asin ty as gjatë dorën pejgamberit alayhi salatu wassalam, e tërheqi pak.
Hadith që ka transmetuar Imam Muslimi në Sahihun e tina, e tërheqi dorën, tha pejgamberi sa o Amr ibn al-As, pse pe tërheq dorën? Çka kije? Don leç ju vanove 20 vjet, tash ala pe ngrej dorën. Tha ja Rasulullah, kena bosh shumë gjuna. Kena bosh shumë gjuna. Kena tentuar me të vrojë Rasulullah. Çfarë gjuna? Ka tentuar me vrojë Resulin e Allahit, të dërgumin e Zotit. Ka shku në Abisini, i ka morë kitë mjetët dhel parake për me vrojë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tash budut mja zgot dorën gjunat. Andaj tha Amr ibn Asit, tha ja Rasulullah, gjunat por na u banë musliman, po shumë gabime kena bo, shumë mëkate kena bo. Çka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam? Ama dorën tha. Zgjatë dorën dhe ma jep besën, sepse Islami je gjubu ma qablehu, i çopton këtë para shka i kibo, këtë komplet. Apo, ama du të mu pëndut sinqerit të ndërëm gjëmat. Na që bojna, une kom bot të obe i graj me veprat e njëta. Apo, edhe vend dikush të të mësja u shpresat. Jo, shpresat më gjëhop, ti këput ja ketë, kisa të lanë gjunajnë. A i dikuj të zvan mja u shpresat. A që ato të valla e kom lanë që këtë gjuna. E nëse ki lanë vla, pëndoju. Pëndoju të Zoti, këtheu të Zoti, se Zoti për një me ta pranon. Ama, ti i gra me të njëtën, me avazin e të njëtë, me zakonin e njëtë, edhe shtirës se je pëndue, kanë e mashtron. Rabbul Aleminin, po ti një njëri inteligencën e mashtron. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyyi rahimahullahu ta'ala, shkojshmi te hoxha jon Sheikhul Islam Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, sikur që ka përmendur në Madarijus Salikin. Edhe na thon te hoxha, pani bodo gjuna e sot. I pani bodo gjuna e sot. Edhe na i thosh me shpallje ti po fola. Jo, ka thon po ju shoh me biftira abisive. Dhe këta e ka marrë nga Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Kur di njerëz kanë hitë Uthman ibn Affan radhiyallahu an, edhe çfarë ka thon? Ka thon qera herë ku të vinë te shtëpia jeme, para se me një shpiteme mos këshirë një gratë huja. I ka thonë të ja shpallja ki, mas pejgamberi ka vdek Muhammed e Sallam. Ka thonë si të juve ka zojnë se kam bozina. Si të juve ka zojnë se kam bozina. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyyi, nëse në mesin e robëve të Zotit, sahabi, tabiin, ulema, ka njerëz të cilët me shenja dallojnë se ke bëu mëkat, çka thu Zoti i cili ka kriju këto ulema? Çka thua ai Zoti i cili e ka bëu kët Uthman ibn Affan? Ai e ka kriju. Ai e ka kriju Hasan al-Basriun i cili thonte vallahi piven hera do gjunajve qëtu. Apo, para menona me pasnit me ato njerëzit të ndërum gjëma. Po alhamdulillah të natë nuk ka kësi detektora. Edhe pse do munohen me luj dërvishin, ama alhamdulillah nuk ka, si njët era. Mi unë e erave gjunajve të ndërum gjëma. Me pas erë gjunajve me thonë njani, prom zina pas ke balla. Era vika. Qish kish mi dal para njerëzve? Qish del? Para më ti për shembull ha hudër, edhe kep, edhe vën saf, normal e trullav 40 veta diçka i rreth, diktohet. Para më me kon gjunoi çashtu. Mi ardh era hudër. E më thonë njëri vëllai. Para më për shembull hajdutnia me pas erë. Andaj thotë Ibn Qayyim el-Jauziyyi rahimahullah, alhamdulillah që Allahi nuk i ka dhënë erë. Njëri 24 orë i ban gjuna Zotit, del lihet me parfem veçara parfemi vën. Apo, ama mi ardh era gjunait, apo edhe parfemin më të madh ta gjun tok. Por ditën e kiametit kam i ardhe era. Ditën e kiametit kam i ardhe era. Allah na i fol gjunat dunja para ahiretit, ja rabbal alamin. Andaj Ibrahim alayhis salam çka tha? Falamma ra'a ash-shamsa qala bazighatan qala hadha rabbi. Tha çe ky më i madh. A ka më të se ky trupat qiellor, çka ju e adhuroni? Jo. Hadha akbar. Dhe në rumë gjëma çka? Në gjuhën arabe hanës i thonë me për emrin femror. Hadhihi shams. Apo na e kena ky libër edhe kjo tavolin. Tavolina pra është e gjinisë femrore. Libri është i gjinisë mashkullore. Pra thojmë ky libër edhe themi kjo tavolin. Ky telefon apo edhe kjo letër, sepse ndron gjinia. Ky edhe kjo. Në gjuhën arabe është hadha wa hadhihi. Ky edhe ajo. Arabët kur është seni i madh ja vënojnë fjalën e gjinisë mashkullore. Hadha. Andaj thojnë Kur'anit, hadhi ja hadha al-kitab. Ky libër, dhalik el-kitab. Ky libër i lartë. Pse? Sepse arabi nëse e madhron diçka, ja anon për emrin. Kjo nuk do më thonë që ka gjini. Ka diçka se kjo tavolina nuk ka gjini. Nuk kjo drasa. Apo, kjo në dras. Mirë po i thojnë kjo tavolin. Pse? So është e gjinis femrore. Pra në kuptimin e shprehjes, jo në kuptimin e gjinis gjenitale. Apo, e tash për shembull libri, ai nuk ka mashkullor në kuptimin se ka gjenital si mashkulli. Jo, mirë po përdoret për fart të arab për zbadhim dhe zvoglim.
E ata kur dojnë me zmadhu dishka shumë, çfarë thojnë? Thojnë hadha. Kur dojnë me zvoglu thojnë hadhihi. Por shemë, kur ka ndash me rrit mashkullin, ka thonë ente. Ente me e, në fund. Kur ka ndash me zvoglu femër, ka thonë enti, ti nërfuni atje. Enti, pse? Ma poshti je. Qështu e kanë pas ata tradit, dhe kjo është gjua e tyre. Edhe kjo është gjua e tyre, dhe plot popull i kanë këto metoda. Por shkak se në gjuhën arabe përdorët dielli në femror, hadhihi shams, Ibrahim a.s. se ka përdor. Pse se ka përdor? Sepse kjo është njëra prej argumenteve se Ibrahim a.s. nuk ka kon të thanë fjalën në besimin e vetë, por në besimin e tërë. Çfarë ka thanë? Falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi. Kur e pa diellin, tha, ky është Zoti im. S'ka dash me thonë femror se ai Zotin e vet kur e përmend me çfarë? Me shprehjen e gjuhës më të lartë. Edhe çish i thonë ana, hadha rabbi, ky është Zoti im. Domethënë, të ndërum xhamat, shprehjet gjuhësore nuk i japin në gjini sendit, por e zmadhojnë dhe e zvoglojnë. Por shembull, kur thojna lute Allahun, si e përmendim, çfarë gjinie? Shprehjen e përdormin gjinin mashkullore. Jo që Zoti ka gjini, hasha wa kella. Mirë po, shprehjet janë. Por shembull, a thuhet ti oj ti Allah? Jo, çish thu? O ti Allah. Allahu në kuptimin Zoti ynë. A thojna Zoti jon, a në kuptimin e femrorës, a mashkullorës? Në kuptimin e mashkullorës, sepse edhe në gjuhën tonë çfarë? Emrat kur rritën përdorën ky. Andaj shiko çka tha Ibrahim a.s. Që ta kuptoni çka ka thënë? Hadha rabbi, s'ni ka thënë hadhihi. Se të ndërum gjëma këshire. Në islam, kur të thush zotat, këto zotat o shumës, apo? Shumës. Të na ka, jo, zoti një. Ibrahim a.s. s'ne ka thonë zota, se s'ka. Nuk ka. Andaj, po për shkak se jam të bo muhabet me juve, peqoj muhabetin, a me e ka refuzu me e përdor aspektin gjinor femror. Që ka thonë? Hadha rabbi. Hadha rabbi, pro njetin e ti për Rabbul Alemin. Njetin e ti për Rabbul Alemin. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, kale hadha rabbi, hadha akbar. Pra ki kona i maj madhe që ka e keni ju, që kana maj madhe. Ato kanë shpesu, ka thonë shuj se që kim duket po të milan për shtipje. Mos pe ban pagan që kjo. Sa të kanë pas me Ibrahim a.s. problem. Se ka ardhur transmetimet shumë të ndërum gjëmat që ka transmetuar Imam Ibn Gjeriri e Imam Ibn Kathiri dhe të tjerë nga ulemat, se Nemrudi e ka pa një ëndër. Edhe i kanë thonë, ka me dal një djalë në Irak, në Babilon, apo në mesin e paganëve, i cili ka me tarxu pushtetin. Andaj ata në frigu mos është ky djalë. Dhe ai ka qenë Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Thot Allahu subhanahu wa taala, falamma afalat, e tani mos ka, por të diellit s'kan shka dhurojnë ata më të madhe. Çfarë ka thënë? Falamma afalat qala ya qaumi. Ata e kanë ndru. Kur ka hik edhe dielli ka përndua, çfarë ka thënë? Qala ya qaumi. Ata ju ka drejtu, o populli jam. Tash që tu do shta me mriune. Kjo është rezultati, kjo është përfundimi. Aba ka prit. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun. Ka thonë o populli jam. Ha, pse ka thonë o populli jam? Për t'i shpreh keqardhje dhe mëshirë dhe dëmshuri. Si ka thonë o populli huj, o qufar, o devijum, o populli jam. Unë jam pi juve, ju një pi me, unë pi juve kanë dalë. O populli jam, dhe kjo në Kur'an përdorë shpesh të ndërum xhamat. Pejgamberi ju drejtohen popullit vet, ya qaumi, ya qaumana, o populli jon, o ju që jeni të mit. Pse? Për me ndal më mirë. Sikur këtë di, o vëllai jam, move se s'ban kështu. Pse? Se ti edhe pse e ndalon, po një herazi edhe ja shpreh dhe mshurin. Thot Allahu subhanahu wa taala, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun. Ka thonë o populli jam, unë jam larg asaj çka ju pe bani shirk. As ylli së Zot, as hana së Zot, as dielli së Zot. Po Zot kush është? Është Rabbul Alamin. Është Allahu subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Ftyra ime, ka thënë, është ajo e cila do të drejtohet vetëm nga ai i cili e ka çaa qiellin dhe tokën. Do më thonë këto planete shka i shifni janë të krijume
janë të krijume, nuk janë krijues. Se fakti që u përëndoj i bie që ai i nështrohet një rregulli mbi vetveten e vet. Apo fakti që na vdesmi, çka argumenton kjo të ndërum xhamat? Allahu gjëra kur e ka sfidu insanin, a jep llogari as jep llogari. Çka ka thënë? Tërgjiuna in kuntum ghayra madinin. Kur t'ju vjen vdekja, kthaje babun mush me kthie, si mos jepsh llogari. Kur vjen melekul maut, i thonë unë zvije. A mundesh mi thon zvije? Po nuk të vetë ndërum xhamat. Një sekondë vdekja. Allah na mundsof me vdek me iman, ya rabbal alamin. Me dal përpara Zotit si besimtar. Andaj fakti që këto menaxhohen pi diku tjetër, çka tha? Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Tha unë ftyrën time ja dorëzoj vetëm atij i cili e ka çaj qiellin edhe tokën hanife. Komplet jam kundër kësaj çka ju e bani. Ja kthej shpinën komplet kësaj të që e adhuroni. Wa ma ana min al-mushrikin. Dhe unë nuk jam prej mushrikve. Dhe unë nuk jam prej mushrikve. Dhe nuk ka drejtuar për drejt. Ka thonë wa ma ana min al-mushrikin, sikur ka folur për emrin vetor ata të cilët janë mushrik, unë nuk kam bëj me ta kur gjao. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala wa hajjahu qaumu. E pastaj filloi debati. E kur filloi debati, do të bëhet një mesele interesante se si do të përlahen me Ibrahimin alayhis salatu wassalam, por para kësaj ta shohim diçka tjetër. Qysh ta hekim definitivisht, të bindemi se Ibrahimi alayhis salatu wassalam kur ka thënë 3 herë, "Ky është Zoti im, ky është Zoti im", s'ka dash me thonë që ky është Zoti im që unë adhuroj. Thotë Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu taala në librin e tij Dar'ut Ta'arud al-aqli wan-naql, në vëllimin e 8 faqe 515. Kjo të ndëruar xhamat thamë për shkak transparencës dhe meselës e cila është delikate, sepse 3 herë ka thonë hadha rabbi, hadha rabbi, hadha rabbi. Kjo është Zoti im, kjo është Zoti im, kjo është Zoti im, në polemik dhe diskutim dhe dialog dhe fakte prej anës Ibrahimit për Zotin e vet, jo që ai ka besuar se ato janë zota. Thotë Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu taala në librin e tij të njohur Dar'ut Ta'arud, thotë qala Sheikh Ebu Muhammad ibn Abd, i cili ka ndruar jetë në vitin 656 të Hijrit, thot: "Wa idha za'ama al-khasmu anna al-ma'arif al-mutaqaddima wajabat ay hasalat bin-nadhari wal-istidlal, fadhalika mukabirun mu'anid." Thot, nëse ndonjë kundërshtar argumenton dhe thot se dijet arrihen me studim, gjërat mësohen me studim, thot kjo është kokëforci, sepse kurkush nuk i ka mësuar gjërat me studim. Çfarë i bie të ndërum xhamat? Që e ki mësuar që 1 dhe 1 bojnë 2. 1 dhe 1 bojnë 2. A e ki prit klasën e parë, a e ki ditë për fillim si 1 dhe 1 si ti mërisht bojnë 2. Ja? Kur e ke mësuar që Zoti o 1? Kur ke dalë në dunia me natyrshmëri, apo ti ki lexuar 40 libra për me besuar që Zoti o 1? Jo, shumica e njerëzve besojnë Zotin 1 pa e bë asnjë një ditë studimi. Pse? Sepse Allahu xhelalu e ka krijuar njeriu në atë format, në atë program, ai si dalën në dunjë e beson Allahu subhanahu wa taala. Çka ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam? Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Çdo fosh një lind fitra. Pastaj baba e devion, nana e devion, ama ai mbaz është i udhëzuar prej anës Allahu subhanahu wa taala. Andaj ti e gjen shumë prej sot njerëzve thonë, shumë let me po bën këto, të udhëzuar njerëzit, shumë let po falen, se gjeni është i gatshëm të ndërum një. Është brum i gatum për mu kanë musliman. Njerit shumë do të mi fol për mos mu kanë musliman. O shumë let mohat njeri musliman. Andaj ti për shembull dhe shef, cili pi neve ka polemizuar me babën e vet, s'bam me agjuru, gabim e keni. Jo shumë let e pranon. Apo ose cili pi neve ka thonë, çishbe ti sa fëmijë pi neve 6 vjet 7 vjet kanë agjëruar. Apo sa Ramazana. Dhe nga ana tjetër asnjëherë s'ka ardhur me polemizuar me thonë, o baba rribe njëri ta ditën pa buk, çishbe me net pa buk. Pse? Sepse Zoti e ka bën natyrshmëri. A ka thonë Zoti po? Këtë ky univers ndërum xhama. Të ban shtypje ti. Ma e men këta. I thonë darura. Thotë Sheikhul Islam Utaimi. Çka është darura? Kjo të ban shtypje. Ti sa do me thonë ateisti s'ka Zot, del dielli. Kush e nxjerrë? Del hana, kush e nxjerrë? Del fëmia, pi ujit. Burrë gruaje, bëjnë marrëdhënie intime dhe del fëmia. Komplet del një njeri i ri. Komplet kush i jep shpirt atina? A nuk është Rabbul Alemini? Merë ti dëgotuj, provo bana insan. Zbont. Dër ti frinë Allahu subhanahu wa taala, dër ti japë shpirt Allahu xhela xhelalu. Po këtë arsye çka thotë Sheikhul Islam Utaimi duke transmetuar nga Sheikh Ebu Muhammad ibn Abd. Thot, nëse dikush thot
gjërat mësohen me studim. Pse ka thonë me studim? Sepse disa kanë thënë se Ibrahim a.s. ka konë të studiu për Zotin. Ka lip. Ka thonë mosa illi be Zoti ja skala. Hana mosa ja skala. Dilli mosa ja skala. I për këtë ndërum gjëmati i bjetë që Ibrahim a.s. të këtë bo shirk një periudhë, dhe kjo është problematike. Thotë që Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu taala. E nëse kjo hoxha ka thënë Ebu Muhammed ibn Abd, e nëse argumentohet dikush me fjalën e Ibrahimit alayhis salam, ku ka thënë hadha rabbi 3 herë, ka thënë kjo nuk është argument. Pse? Sepse sikur të kishte qenë argument kur ka thënë 3 herë, kjo është Zoti im, kjo është Zoti im, ka thënë me çfarë mesele e ka prej se ata janë gabim. Pse ju ka thënë fund inni beri'un mimma tushrikun. Unë jam i distancuar pi shirkut juve. Ai me studim kur arriti me përfundu studimin, mas tre rasteve se kjo nuk ban. Kur e mor këta? Ai nuk ka pas mundësi me e ditë ta një herë. Po kush i ka ban? I ka thënë Allahu subhanahu wa taala pse e ka lin. E ka bëu Ibrahim alayhis salam musliman. Andaj thot Ebu Muhammed ibn Abd, duke transmetuar Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu taala prej tina, thot dhe nuk thot njeriu unë jam i distancuar prej shirkut tuaj dhe fytyrën time ja kam drejtuar veç atij i cili e ka qarë qiellin dhe tokën, pos një njerit i cili e njeh Zotin e vet. Pos një njerit i cili e njeh Zotin e vet. Dhe thot Ibrahim alayhis salam ka qenë i udhëzuar para prakisht të Allahu subhanahu wa taala, wa laqad atayna Ibrahima rushdahu min qabl. Ne ja kena dhënë Ibrahimit alayhis salam udhëzimin më herët. Për fillim ka qenë i udhëzuar Ibrahimi alayhis salam. E çka ka thënë Ibrahim alayhis salam në këtë rast? Ka thënë se populli jam po thotë çështu. E unë e shfrytëzova ironin, e shfrytëzova pajtueshmërinë syrat për t'i kundërshtuar hakikat. Vini rejtë ndërrum gjëmat. E ka harmonizu fjallën për t'i kundërshtuar në rezultat. E ka bo fjallën njësoj si ta që dalën vull me thanë unë s'jam si ju, sepse nuk muj me kanë si ju, se unë adhëroj Zotin i cili është Zoti i illit, e jo illi që është Zoti jonë. Për këtë arsye thot Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu taala nga Ibnu Abd, thot Ibrahimi alayhis salam i ka thënë popullit të vet të cilët e adhuronin yllin dhe hanën dhe diellin, thot ju ka treguar se ky i cili perëndon nuk mundet me kanë Zoti im. Edhe nëse unë e petham qështu, ajde që ki kana Zoti im, ka dash me e prit perëndimin. Andaj thot Ibrahimi alayhis salam, unë fytyrën time ja jap vetëm atij i cili e ka krijuar qiellin edhe tokën. Pastaj thot Ibrahimi alayhis salam u ka kujtuar popullit të vet besën me Zotin. Sa ata kanë ditë se kanë atham, populli Ibrahimit e ka njohur Zotin si Allah, por kanë adhuru, kanë bë shirk Zotit madh te bareke ve teala, që të arrin në përmjet bisedës me Ibrahimin alayhis salam deri tek bindja se Zoti madh xhel xhelalu meriton adhurimin. Thot, e nëse dikush thot se këta e ka thonë kur ka qenë fëmijë, këta e ka thonë kur ka qenë fëmijë, atëherë si ka mundësi që një fëmijë me dal me polemizu me popullin e vet, edhe me thonë hadha rabbi, edhe si fëmijë me thonë jo, unë jam i distancuar mbi shirkut juve, jam ai i cili kam kthy fytyrën time Allahu subhanahu wa taala. Andaj thot Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu taala se Zoti madh te bareke ve taala Ibrahimit alayhis salam ja ka treguar argumentet se si duhet polemizuar populli i tij pagan, që ti marrë kadal gradualisht deri te çoje te Allahu subhanahu wa taala. Andaj thot wa tilka hujjatuna atayna Ibrahima ala qaumi. Në fund do ta shohim se Allahu xhallahu thot ky është argumenti jon. Ne ja kena dhënë Ibrahimit. Zoti e ka kontrolluar këtë bisedë. Allah e ka kontrollu këtë dialog. Thot Sheikhul Islam Utaimi duke transmetuar nga Abu Muhammed ibn Abd, thot sikur dikush ta njefte Allahun te bareke ve teala me mendje, do ta përfshinte. Sa ai kish njoft me mendje, edhe do ta përfshinte. Mirë po thot ne vetëm mi urdhëruar që të meditojmë në ata çka Zoti e ka zbrit të gatshme. Pra Allah e ka zbrit Kur'anin nga gatshëm, ti të ka thonë veç meditoje, sepse ti me mendjen tane, sikur ti njihshe gjërat, sikur të arrishe në majën e tyre, atëherë shpallë çfarë kuptimi kish pas? Shpallë kur far kuptimi, sepse ti vetëm rinë te Zoti i Madh te bareke ve teala. Andaj thot Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu teala, duke përsëritur nga ky hoxh i madh, thot se Ibrahimi alayhis salam nuk po fliste për veti,
po përfliste në gjuhën e popullit të tina. Gjithashtu të ndërum xhamat, dietarët e muslimanëve kanë nxjerrë tjera argumente, do përmend disa prej tyre. Thot Muhammed ibn Umar ibn al-Husayn at-Taymi në tefsirin e tij të madh, thot dhe shumica e ulemave të muslimanëve nuk e pranojnë se Ibrahimi a.s. kur ka thonë ky është Zoti im, se ka thonë për veti, po ka thonë duke komunikuar fjalën e popullit të tyre për t'i bind ato se kjo nuk adhurohet, ky nuk adhurohet, këto idhuj janë shirk. E para, për argumenteve, e para është se të thuash për yllin dhe diellin dhe hanën, kjo është Zoti im, është çfarë? Përkatësia e rububijës të qenurit Zot krijesës. Dhe kjo është kufër dhe pejgambert janë trujtën për kufrit. Domethënë nëse njëri thotë kështu, çiki dilli kana Zoti jam. Apo, çiki dilli, duke studiu. Kjo është kufër. Se nuk guxon ta thotë këtë fjalë. Nuk guxon ta thotë da studiu si thjesht e leje më Ibrahim alayhi salatu wassalam. E dyta, argumenti i dytë se Ibrahim alayhi salatu wassalam është se ka polemizuar me popullin e vet. Çka përmendëm në surën Maryam? A ju përla me bab, foli me bab, dialogoj me bab, e kur u botash pite baba, henez me dal me lip. Jo, a i babës vet, i thoj, pse pa adhuron këtë qka s'she, këtë qka s'të gjon, këtë qka s'ban dobi. Pastaj, para se me dal natën me fol me ta, prap foli me vone vet. Dhe për nga dalim nga surja Maryam, në surën e An'am ka fol pak ma ashpër. Andaj Ibrahim a.s. kishte vendos argumentin në shpinë e vet për dal në qytet. Andaj, ai cili e ka thirr familjen e vet në tauhid, si ka mundësi me bë debat me popullin e vet, ndërkohë që ai vetë do dyshue. Andaj thot, argumenti i dytë është se ai me babën e ka kry, andaj ka dalë te populli, pra ai është ngrit më lart në debat. E treta është se Ibrahimi alayhi salatu wassalam babën e vet e ka thirr me butësi, sikur që transmeton surja Maryam, dhe e ka thirr pak me ashpërsi në surën Al-An'am. E ku është argumenti? Nuk ka të drejtë ma shpërsu fjallën ai i cili s'ka argumente, s'dyshon për veti. Apo, për shembull, nëse thot dikush që nuk ka tavolin, na nuk jena në Shkup. Apo, ose thot për shembull sot nuk ka në shton. Edhe ti nis me e bind, ti thu o vlla, sot është e shton, jena Ramazan. Apo, është 28 mars, 28 shkurt. Apo, ti je filani, unë jam Allani, jena në tokë. Ai thot jo nuk ka. Edhe fillon ti me debatue. Sa më i sigurt që je ti, çtohet nervoza. Apo, ashtu nervoza. Por shembull, se del ti i këshir do yllzi. Edhe njëri thot çiki ylli është Jupiteri, çiki tjetri është Afrodita, çiki tjetri është Marsi. Ti por shembull çka ki haberin, çka thua? Bolla nuk e di. Apo, edhe tu po polemika ma tip për shkak pa njohurisë e ul zonin, se ti. Vend doktori thot, çike të hap me pije. Ti s'u ne kundërshton se diçka ti thush. Ama por shembull se thot dikush, sot nuk ka shton. Na kanë rrejt konspiracionistat, apo na kanë rrejt këto masonat. Çe i thu? O vëlla, leki të më abet se zotë e shtona. Edhe Ramazana, apo e nuk ishte shkup, se ka budal, thojnë qabja nuk kanë qati. Apo, sot nuk ka e shton, nuk e në Ramazan. Ramazani shpas kanë maherët, pas të këto dojnë. Ramazani shka s'kon 3 dit, mësane këto ne bajtën 3 dit. Loj njeri që kanë shlupi për dovce. Edhe vëse pja opi mikrofoni, mësane, edhe a i ban qudira. Qka ban ti kur do mi kaldu dikuj se sot jena në Shkup? Edhe a e mohon. O insan, thu, a shkojna ku do, far dokumente do, me të kalzu që kjo në Shkup, kitë dunjaj e din që kjo në Shkup, gjithmona konë që shtu. Apo, dhe sa ma shumë që shkona i të mohu, ti qëtohet nervoza. Apo, e Ibrahim a.s. pse e rritit të nacionin me babën, se ishte sigur në vetën. E të khidhu asnamen aliha. O baba jam, a idhuj të jadërua? A folën për idhuj se s'ban me jadërua? Pra, rritja e zanit është argument se Ibrahim a.s. në bindëm. Kjo është argumenti i tretë. Andaj, Allahu subhanahu wa ta'ala ka bërë Ibrahim a.s. të sigurt në vetën e vet, mirë po ka bërë debat me popullin e vet për t'i bind ata. Argumenti i katër, cili është se Ibrahim a.s. ka bërë debat pasi që Zotja ka qelë sekretet e qiellëve dhe tokës. Çka thot Allahu xhelel xhelalu? Wa kadhalika nuri Ibrahim malakut as-samawat. Ne ja kallzum Ibrahimit pushtetin e qiellit dhe tokës. Pastaj ka bërë debat. Andaj nuk vjen debati Ibrahimit alayhis salam pos pas bindjes së tina se ai është i bindur në Zotin e vet te bareke wa taala. E pesa cila të ndërum xhamat, e pesa cila është se
njerëzit e mençur, njerëzit me intelekt e din në shumë argumente se dielli dhe hana dhe yjet nuk meritojnë adhurim. Këtë kanë arrit me besu muslimant, të cilët janë musliman thjesht. Mos flasim për dietarë që studiojnë librin e Zotit. Apo, e nëse kanë arrit musliman të thjesht, edhe dietarë të cilët janë pejgamber, me e ditë pin zvoglim se ylli nuk o Zot, hana nuk o Zot, dielli nuk o Zot, çka thu për Ibrahim a.s. Apo, ti gjaliot 7 vete di që ylli sa Zot, se ti ki kallzu Allah i ka kriju ketë, edhe e kam shil këtë kapitull. E nëse kam shil gjaliot këtë kapitull 7 vete i ka Ibrahim a.s. Ata nuk është Ibrahim a.s. duke fol për vetën e vet, por është duke diskutu për popullin e vet. E gjashta prej argumenteve kanë thënë se Ibrahimit a.s. ja ka lavdruar Allahu zemrën në Kur'an. Idh jaa rabbahu biqalbin salim. Në surën Saffat, thot Allahu subhanahu wa taala, i ardh Ibrahimi Zotit vet me zemër të pastër. E si mundet me kon zemër e pastër që ka mundësi me dyshua që a mundet me kon ylli, a mundet me kon hana, a mundet me kon dielli Zotit tina. Hasha wa kalla. A dhe nuk ka mundësi me kon kjo prej Ibrahimit alayhi salatu wassalam. E posaçërisht thot Allahu te bareke ve teala, ataynahu rushdahu min qablu. Ne e kemi dhënë udhëzimin Ibrahimit, qysh moti e ka pas Ibrahimi udhëzimin e Zotit te bareke ve teala. E shtata, cila është se Ibrahimi alayhi salatu wassalam, Allahu që e ka bo jo vetëm për besimtarëve, jo vetëm për pejgamberëve, po ja ka qel universin. A ati cili i qelet universi, si mund thot pa ma që gjili mos ka? Jo. Apo në njëri lexon një libër për i Zotit me argumente, i bindet zemra plot iman. Ibrahimi ja ka qel Allahu gjela universin, ka thonë këshyrë në qilën tokë, këshyrë që menaxhojë në universin. Andaj Ibrahimi a.s. Qishta Allahu gja për ta liyakuna minal muqinin. Ibrahimi a.s. është për aty se ka bindje, jo veçëm iman, po ka bindje. Na do të vim të një skenë Kur'an. Ibrahimi a.s. as shumë bindet me iman, i jetë veç ringjallja. Pra i thotë do Zot kitë që ta të ritash kitë po, veç po duhe dhe me di që ishe ringjall njeri masit dese. Edhe i thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, awalam tu'mina, nuk besona. Gjithë këto, jo në kuptimin e mohimit. Pra, çka i doli po Ibrahim ale ma shumë? Kale walakin liyatma'inna qalbi. Po du me qëtësu zemra. Pra i pash këtë argumentet, veç më ka met zhig, jo që zbesoj, po du ta shoh. Qa ka dash me pa? Por shemull, vdes njeri, qysh në njallët, Allahu subhanahu wa ta'ala ka të reguë. Andaj ky njeri i cili ka mri në majën e bindjes, është e absurditet që të mendohet se Ibrahim a.s. ka besuar në një periud për jetës e tina, se ai ka dyshuar në zotësin e yllit, apo hanës, apo djellit. Tjetra, cila është argument se Ibrahim a.s. ka polemizuar dhe nuk ka besuar në atë çka e ka thënë, cila është se Ibrahimi a.s. ka bërë polemik. Ai cili li për veti zban polemik. Ai cili li për veti zban polemik. Do më thonë, ai cili për shembull nuk e dini mesele për veti, qysh del mi thonë ja qaumi inni bari'un mimma tushrikun. O populli jam. Pse? Se ka mujt mi thonë dikush ka daleve, se ti alari tu provove. E provove illin zdul, e provove hanën zdul, e provove diellin zdul. Ka dalë, ka mund të del, doni ill tjetër, doni ka diçka, apo gjithmonë e le rezervë. Çka tha Ibrahim? Ja, unë e tha pe presket mesele. E nuk guxon me preja i cili nuk e di. Andaj hulumtimi Ibrahimit a.s. sikur të kishte qenë hulumtim hiniteti, atë lip Zotin, siç dash munal çati. Edhe s'kish guxu me bë polemik. Po fakti që bën polemik, çka argumenton se Ibrahim a.s. këtë mesele ka pas prejme në shpirtin e vet, po ka dash me u prej atëve. E për me u prej atëve ka shfrytzuar polemikën. E nanta prej argumenteve, çfarë kanë përmend dietarët, kanë thënë se Ibrahimi a.s. kur ka diskutue me popullin e vet, ata të cilët kanë thënë se Ibrahim a.s. ka konte lip Zotin e vet. Çfarë kanë thënë? Kanë thënë Ibrahim a.s. e ka rrit nana e vet, se e ka pa ëndër se dikush ka mia vrarë djalin. E ka shkuar e ka rrit në shpellë. E ai të parën herë sa ka dalë pi shpellë, ka thënë çiki illi kana Zoti jam. Çiki hana kana Zoti jam, çiki dielli kana Zoti jam. Dhe me kësej sa ka dalë ka pa dunjajën. Apo? Se normal, tash kur e keni mendim, edhe s'del argumenti duhet shpella ka rrit se ka pa dunjë. E kështu më radh,
Çka të thonë dietarët? Thotë dua dha batil. E kjo është kot. Sepse bana e sa kështu. Ka dalë njëri pi shpellës, edhe miliard po vjen në me na kallxon neve që kjo gabim, kjo gabim. Ka dalë valla, gjë që dalë pi shpellë. Andaj çish mundet Ibrahimi alayhis salam, sa ka dalë pi shpellë, 3 planete, që duken si zota, mini herë me hin furkim me popullin e vet. Furkim. Jo nuk ka qështu, jo ka qështu. Qish ka mundsi? Pra fakti që ai po hin polemik me një herë. Sikur kish dal dje pi shpellës, ata kanë mundë me thonë, po ani ti dje ki dal pi shpellës, ka dalën ja si kiti ala rejnat me polemizu me neve. Por fakti që thot Allahu te bareke ve teala, wa hajjahu qaumuhu. E populli vet e ka marrë serioz Ibrahimin. Pse e ka marrë serioz? Sepse fjalët e tij na kanë qenë këtë sakta. Andaj kanë një polemik. Jo veç kaç, ka me shku dërte mbreti, dërte në mrudi. Edhe ai ka me morë në debat. Leje që baba vet, leje që populli vet, leje që ushtarët, ministrat. Edhe në mrudi ka me thonë, bere, kusha ki Ibrahimi? Feten yadhkuruhum, një djalë i ri i cili po i përmen idhujt ton, dhe po bjen argumente se janë meritor për adhurim. Andaj fakti që ata e kanë marrë shumë serioz Ibrahimin alayhis salam, çka argumenton në xhamat? Sa i ska dal pi shpellë dje, po ai a ka një besimtar i madh i Zotit Xhelel Xhelalu, i cili po e polemizon popullin e vet se këta që ju i adhuroni nuk meritojnë mi adhurue, por ka përmend shkallëzimin. E dhjetat të ndërum xhamat për argumenteve, çfarë ka thënë? E tuhajjuni fillah wa qad hadan. Ju ka thënë, a ju po më kallzoni mu për Allahin? Ju po përse në ajetin thot Allahu subhanahu wa ta'ala ajetin 80, wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadani wa la akhafu ma tushrikuna bih. Ka thënë Ibrahim alayhis salam, populli i tij e polemizoi. E Ibrahim alayhis salam tha, a ju po më mësoni mu për Zotin? A ju po më kallzoni se s'ban me adhuru Allahin, ne duhet me adhuru illunin? Ky njeri i cili përdor këtë retorik, këtë mënyrë ligjërimi, këtë mënyrë të folurit, këtë racio, këtë arsye, ky njeri i din çështje të prera. A nuk ka mundësi me polemizua. Gjithashtu Ibrahim alayhis salam na ka tregu se Allahu subhanahu wa taala i ka thënë popullit të tij, ka thënë wala akhafu ma tushrikuna bih. Këtë populli Ibrahimit kanë besu çfarë? Se me bo me nervozu yllin, apo hanën, apo diellin, mund me të shkatrua. Edhe i kanë thënë, as me pranon diellin për Zota, ki me pasha ka me gjetë për diellit. Ibrahim alayhis salam që i ka thënë wala akhaf, unë stutna. E një njeri cili e ban një studim mëna 2 ditëve apo mëna 1 muajve, që shka mundësi marrë i dërë të ki përfundim? Po këta që Ibrahim alayhis salam nuk e ka pas këtë mendim të studimit, po ka qenë duke polemizu me popullin e vetë. Gjithashtu të ndërum xhamat, edhe e fundit argumente që ka përmend dietar i 12-ti, çfarë është? Ibrahim alayhis salam kur e ka prit diellin me dal apo hanën, çish ka thënë? Hadha rabbi. Po Ibrahim alayhis salam por çdo natë ka pa hanën edhe diellin edhe diellin. Po çdo ditë ka pa diellin, çdo natë ka pa hanën edhe yllin. Pse ka shku ju ka thënë hadha rabbi? E ka mujt me thënë vet, ka mujt mos mi thon popullit vet. Për çfarë arsye? Sepse meselja së konsunë sefte e pashket yll. As para herë pashket hanën, unë moti shoqet han. Madje ka prit më bëj plot. Çfarë argumenton kjo? Se këto manovrime që ka bëu Ibrahim alayhis salam, ai diellin e ka pa për ditë. Diellin e ka pa për ditë. Po ka dash t'i pritë këto në momentin që ka adhurojnë, e të shkojë të thojë hadha rabbi, a që kjo zotë ema, po nuk mund të bëkon kjo zot. Pse? Sepse ki përëndon. Andaj, a ju dhash se grekët e vjetër të marrën prej Irakut dhe popujve të vjetër të Sirijës, çfarë kanë bë? I kanë gjujt edhe ditët e javës, edhe emrat e zotave, sikur që tham, çuçi e quajnë zotin Perëndi. Sepse zotat e tyre perëndojnë. Andaj duhet me qenë muslimani preciz, me thonë Allah ose me thonë Zot, dhe mos me përdor emrat të cilat kanë mundësi me lanë kuptimet të ndryshme. Për shembull, çish i thojnë për shembull sot ditës. E shtun apo? A i thënë e shtun? E pse i thojnë e shtun? Sepse në gjuhën arabe nuk i thojnë e shtun, i thojnë sebt. Sepse dita fillon prej diellës deri te xumaja. Shtunën nalet fillon tjetra. Çish i thojnë mbas të grekëve të vjetër, edhe irakianëve të vjetër, i thojnë e shtun, Saturni. Sepse i kanë pas çdo ditë me adhurue zotin e vet. E han, i kanë adhurue zotat, Mars, Mërkure, edhe mujt i kanë shkuj qështu, edhe ditët i kanë bë kështu, sepse kanë qenë të lidhur me zota, kanë qenë të lidhur me idhuj. Andaj Ibrahimi alayhis salam se ka pa diellin veç një ditë, a e ka pa për ditë, po e ka prit, ka thonë kur e kanë këto ceremoninë, apo
që i falën dillit, ka thënë çka ditë. Shkoj unë ti priti. Po këtë arsye të ndërruam xhamat, janë argumente dhe shumë argumente të tjera, të cilat do të shohim pastaj në ligjëratën e ardhshme se si ka polemizue Ibrahim alayhis salam me popullin e vet se as ylli e as hana e as dielli nuk meritojnë adhurim, po adhurimin e meriton vetëm Rabbul Alamini, Zoti i qiejve dhe i tokës. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala na bën musliman të vërtet, na bën në miletin e Ibrahimit alayhis salam. Na mundson Zoti i Madh xhel xhelalu që Allahu subhanahu wa taala të mësojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu subhanahu wa taala kudo që ja kemi çolluar, Allahu na shpërblej. E kudo që kemi gabuar, ajo ka qenë prej meje edhe prej shejtanit. Elusim Allahu që Allahu na fal. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu që në këtë 10 që po e përcjellmi të Ramazanit, Allahu t'i ketë bëj kabull për neve, ja Rabbal Alamin. E këtë mesin edhe fundin e Ramazanit që po e presmi, Allahu na jep shëndet dhe kuvet, na jep udhëzim dhe mbarsi që t'i mbushmi ditë me adhurime, t'i mbushmi ditë me agjerime. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.